Po falimentojmë, po na digjen pajisjet dhe po hedhim mallin poshtë. Kështu janë shprehur në protestën e tyre pronarë të bizneseve të ndryshme në fshatin Ofiçin të vjetër të Bashkisë Patos. Ata pohojnë një zëri në kulmin e indignatos se prej 3 muajsh ndërprerjet e vazhdueshme të energjisë elektrike po i penalizojnë aktivitetet e tyre duke i çuar drejt falimentimit. Jemi 30 familje dhe 11 biznese që furnizohemi nga linjat e naftës dhe pavarësisht se jemi taksapagues të rregullt, jemi në situatën e ndërprerjeve të vazhdueshme të energjisë. Dyqane mishi, furra buke, markete, lavazho, fabrika vaj janë duke u përballur me stopim të aktivitetit dhe humbje të mëdha financiare. Ne kemi një javë pa drita aty, merr mishin ato, ne çoj gjërat ato aty ndis një orë, ndis atë, erdhëm ne paguam edhe lekë të prish kabllit, paguam terna 70.000 lekë. 11 veta, rrim në patrita. Shqipëri ka ardhur edhe shtata. Ka nikur ata prata që po brenda të gjej gjeneratora ndemi që punoj aty te dyqani që të çoj mishin, se i po shkrinë gjithë në ta hedhin poshtë atë. Se i po ndenjë edhe 3-4 orë tira ju prish. Një apel që keni për institucionet. Çka kemi ne? Fajin e ka ai, hamen ne këto, çka ka ai tjetri aty. Atë atje presin aty që paguan, ne tjerë i pagojmë lekë. Kurse të kalojmë një muaj ai vin këtu, thotë ai ik pagoj lekë, do të presim dritë atë. I po shtyllë, neve i pagojmë terra. Ai ka 4 muaj, 5 muaj aty në atë ç'a bën ai, hamen e tjerë aty. Ai ka kapën e titja presja titja, në tjetë shproj e kemi atë tërë. Mishi u prishi gjithë, tëra. Më dhe kjo është në dëshkim kolektiv? Për tërë, ja, asë njeri s'ka ati. Ta që dojtë gjenë gjeratora ndërë, që t'ja qojë dyqajnë aty, që vakën të gri për i veri një 2 orë, se djetë kur do vinë ato. Jo, nëse neve jemi dënuar nga nafta këtuja, kemi lidhje me naftën, dhe nuk na qojnë dritat. Por kam prej aty se s'kam pagu lekët, ne jemi abonem të rregullt, pagojmë lekët, jemi 11 biznese që nuk kemi drita. Në punë e naftës, s'ka pagu lekët nafta, na presin dhe aty edhe neve. Prandaj ne duhemi zgjidhje. Këtu është bë një linjë para 2-3 vjetësh, ajo linjë u bë për neve bizneset dhe për fundimisht pastaj nuk na furnizonin dot, sepse është çuar aparati më i vogël ku diun se nuk jam specialist i naftës dhe na çon prapë në nafta. Dhe nafta ne tani nuk kemi drita. Na prin na 1 orë, na 2 orë në ditët. Sa ditësh është kjo situatë? Kjo situatë po bën mbi 2 muaj, 3 muaj, sepse nuk e di kjo nafta këtu darka me humbje, sepse e merr një i paft, nuk e merr inxhinieri naftën, e merr një i paft aty dhe nuk di të dali me humbje pa humbje dhe u prjen drita se kanë lek për dritat. Ose i vjedhin ku diun se ç'a bëjnë. Neve këtë ka ditë them që ne s'kemi drita, neve biznesi. Nuk dim ku të ankohemi, thon ata, ndërsa për riparimin e defekteve kanë paguar edhe vetë, por pavarësisht kësaj, problematika vijon të mbetet e pandryshueshme. Kam prej 2 muajsh kam probleme. Kam vajt të drejtori me shpërgjigjur mirë. Vjen puna, elektriku nuk më përgjigjet. Marr në telefon të elektriku më thonë që nuk kemi zgjidhje, s'keni ç'a të bëni kontratë të re, kaloni me shtetin, shumë gjëra. Para një jave kemi paguar dhe një defekt që është bërë tek gabinë e naftës dhe ai defekt prap nuk na ka zgjidhur punë. Kemi një javë rresht na ikin ditë për ditë dritat. Po s'punova unë e kam me qirade. Do paguaj lekë, do lekë. Çdo ditë di ai se keja pas këtë dritë. Kjo punë ka dava 1 muaj. Jo s'ka paguar lekë, jo ka defekt. Unë punoj aty qysh, unë pos punova s'mar lekë, qarë. Pra dhe defekti që ishte ju paguan nga 70.000 lekë? Po, e paguan. Prap ka probleme. Kësaj zone këtu, era për marë bukë, marë gjithim bukë të furri, edhe nuk ka bukë. Qa të bëjmë? Kjo është shqetësimi. Probet keni penalizuar? Jo. Unë jam një fshat të në tutje, po tu vi marë bukë. Jam kjenë tu të furri bukë, Aktiviteti jo normal i këtyre bizneseve ka penalizuar jo vetëm banorët e zonës, por edhe të fshatrave përreth. Ata apelojnë një zëri për zgjidhje të shpejtë ose shkëputje nga linjat e naftës. Ndërkohë burime nga kompania Alpetrol bëjnë të ditur se ndërprerjet kanë ndodhur për shkak të proceseve teknologjike që vetë kompania kryen, ndërsa mohojnë faktin se ndërprerjet janë të shpeshta. Po sipas të njëjtave burime, Alpetrol është në tentativa me OSHE për të gjetur një zgjidhje përfundimtare për banorët e zonës që furnizohen nga linjat e naftës.